Aksident ku përfshin 3 automjete ndodhi në autostradën Lushnjë-Fier te kryqëzimi i pushimit të shoferit. Ndonë se janë përfshirë 3 automjete në këta aksident, ka patur vetëm dëme materiale dhe fatmirësisht nuk ka patur pasoja për drejtuesit e tyre. Në vendngjarje kanë shkuar uniformat blu të qarkullimit që kanë dokumentuar ngjarjen dhe kanë ndihmuar në disiplinimin e trafikut. Ka mjaftuar vetëm ky episod që në autostradë të krijohen radhë të gjata kilometrike automjetesh. Për minuta të tëra, drejtuesit e mjeteve që lëvizin në autostradë kanë pritur për të kaluar në këtë nyje kaq të rëndësishme kombëtare. Pika të zeza në trafikun rrugor mbeten jo vetëm ky kryqëzim, por edhe disa të tjerë në autostradë dhe ky është vetëm fillimi i sezonit veror, ku edhe këtë verë pritet sërish qarkullimi i lartë mjetesh në autostradë. Sadomasa të marrë policia e qarkullimit rrugor, e cila ka rritur intensitetin e veprimeve të saj në akset rrugore, këto do të ishin të pamjaftueshme nëse nuk shoqërohen me vëmendje të shtuar të drejtuesve të mjeteve që qarkullojnë nëpër rrugë. Kryesorja pra mbetet dhe duhet të jetë vëmendja dhe përqendrimi i drejtuesve të mjeteve dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor.